Ishte njëri nga këto gjigantët e mdhej dhe me këte e mbyll, falte namaz natë shumë, edhe i natë nuk qohet do të edhe e mbushi vëndin me lot. O Zot, po na ke kriju, Zot qofsha fal, gjithë kjo natë e gjatë, më suqova natën për t'i fal 2 rekat për ty, ti e i madhnushmi, ti e i larti, unë e kam për nder të t'adhuroj ty, ti s'ke nevoj fare për mua, fjalë të mira dhe i rridhshin lotët rëke. Dhe të nesër men bjen gjumë, prapë s'po i dilte gjumi. Dhe vetëm kur një gjonë zgjohet dera trokiste. Edhe u qua ashtu dhe tha diçka ka ndodhë. Hapi derën, shef një person të mbulum. I tha, qohë falë namaz natë. E i tha, të përgëzoftë Allahun e të mira. Falinderi, Zoti shpërblet. Më the qohë për namaz natë. Kush je? Pra, të përgëzoj. Jo, edhe ja hoqi rrobën. Sa hoqi rrobën, shejtani më rrobën. Tha, ti i mallkum, të më qosh për namaz natë. Tha, fal namaz natë, se ato lotë të sinqerta që i derë dhe mbrëmë se suqove për namaz natë, janë më të rënda për mua se sa namazin natës që ti e fal.